to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikurse zakonisht do të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning, një kthim pas në kohë të personazheve të njohur të jetës publike në vend, që vijnë nga muzika, nga kinemaja, nga sporti, nga ku të dëshironi ju. Në fakt ne përkasin dy gjeneratave të ndryshme ose dy gjeneratave të ndryshme, po kush e di se çfarë gepi dhe handikapi ka në mes, sepse ndonjëherë bijem dakord, ndonjëherë s'bijem dakord, shpesh herë nuk bijem dakord, por e rëndësishme është që në fund pas çdo debati dhe pas çdo diskutimi vjen një ide për zgjidhje. Këto kohë kemi kaluar pak më shumë bashk, e kemi kaluar më mirë se sa disa vite më përpara. Është shumë kënaqësi që me mua sot në studio është Ardit Çuni. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Çan shefi që është të kthehesh këtu, domethënë sa herë që vi në këtë studio kam një deja vu të frikshme, nga që e frekuentoja shumë shpesh më përpara, po kemi bërë ca mungesa dhe faleminderit që je arsyeja që u riktheva në Top Albania Radio. Me Arditin kemi pasur kohët e fundit një bashkëpunim, sepse unë dua të mbetem pak tek e tashmja që ne të shkojmë tek e kaluara. Gjithmonë kam besuar që nuk mund të ketë as të tashme as të ardhmen as s'kemi të kaluar, megjithatë ka një arsye pse je sot dhe nuk je para 2 javësh apo pas 2 javësh. Arditi sapo ka përfunduar një aktivitet, një projekt shumë të rëndësishëm 3 ditor në lidhje me trajnimin e brezave të rinj për sa i përket marketingut digjital, mënyrës se si mund të influencohet në rrjetet sociale, se si mund të bëhesh i besueshëm. Në fakt më pak e njohin njerëzit këtë anën tënde, po në fakt ti vet Ardit sa për zemër e ke këtë, dhe edhe pse e lidhur kaq ngushtësisht me këtë çështje që më shumë se sa kreative është edhe administrative. Shiko, unë mendoj që ky është momenti fiks ku njerëzit të marrin atë përgjigjen e famshme që bëjnë shumë shpesh në për kafe, në për biseda mes miq, që ku i gjen lekët Ardit Çuni, domethënë. Se ky është halli kryesor në ditët e sotme, ku i gjen lekët Ardit Çuni që udhton kaq shumë, apo ku diun që bën këngë, se bën pak koncerte, s'bën shumë. Unë kam preferuar gjithmonë në karrierën time realisht të bëj gjëra pak dhe sakt dhe me kualitet, nuk jam shumë pro sasis, kështu që unë me një eksperiencë mbi 12-13 vjeçare në fakt në digital marketing e kam përmendur shumë pak, sepse normalisht nuk kam dashur ta lidh imazhin tim artistik me atë profesional. Por njerëzit që janë afër meje dinë shumë mirë që prej vitesh unë bëj këtë punë, menaxhoj normalisht brende, ndërtoj brende nga fillimi, kam qenë drejtor i digital marketing në një agjenci italiane prej vitesh, sot menaxhoj kompaninë time sa i përket digital marketing dhe është një gjë që e bëj me shumë qef, duke qenë se ne tashmë e dim që pjesa artistike në Shqipëri nuk është se është aq voluminoze, pra ti, shkon në studio, bën ato këngët dhe pastaj e ke gjithë javën bosh, dhe unë preferoj shumë që të punoj dhe ta kem të mbushur ditën time me aktivitete, me punë, dhe nëse nuk e kam, ndihem shumë keq në fakt, edhe filloj kam një kështu moment depresiv. Po është një gjë shumë e bukur dhe në fakt gjëja që kuptova pas këtij trajnimi është që duhet ta kisha nisur shumë më parë. Dhe duke parë fytyrat e gëzuara, duke parë kështu edhe të rinjt që u gëzuan pafund, morën info dhe më shkruajnë dita ditës që kur do e bëjmë të radhës. Jam shumë i lumtur që kam lënë një impakt unë bashkë me kolegët e mi dhe bashkë me ty normalisht për të ndryshuar sadopak mendsinë e të bërit gjëra. Dhe mendësia fatkeqësisht e rinisë sot është kjo që gjërat nuk bëhen, nuk ka shumë mundësi, po në fakt kur marrin trajnime të tilla, dhe me këtë nuk është se po them që un jam i zgjuari, po si un ka plot, thjesht duhet marrë ky hapi që atë sa dim ta shpërndajmë edhe tek të tjerët, sepse realisht mund të ndryshojmë diçka. Dhe arsyeja pse un, duke patur tashmë edhe letrat amerikane dhe vazhdoj të rri akoma në Shqipëri, bie që un mendoj që në Shqipëri gjërat mund të bëhen dhe secili nga ne ka për detyrë të ndryshojë diçka. Ardit, sot një i ri 17-18 vjeçar mund të dëgjoj ty, kolegët tu, të moshës tënde apo edhe të kontributit, edhe të investimit që ke ti në dije. Ndërkohë, ti vet nuk e patur kaq shumë mundësira për të aksesuar informacion. Më pak, unë kam mësuar tastierën me 10 gishtrinj me fotografinë e tastierës me letër, domethënë të printuar në A3, unë akoma dhe më dram. Megjithatë, ti vet ku e ke pasur këtë mundësinë për të referuar, për të parë se çfarë po ndodh, apo shiko, unë si natyrë interneti i zgjidh të gjitha. Jo, me thënë drejtën, se edhe në kohën time unë kam jetuar në Lezhë në fillimet e mia, pra kur kam filluar të merrem me ato fushatat e para të marketingut digital. Kur më saktë në ato kohë se dija as që quheshin të tilla dhe sapo kisha filluar ta kuptoja, po unë si natyrë jam shumë kurioze. Jam një natyrë që shpesh herë, domethënë, jam gjatë gjithë kohës duke mësuar, duke kërkuar.
Nëse sot është interneti, okay, sot I kërkoj aty, po më përpara mundohesha të pyesja, mundohesha të shkoja në vende që mund të mësoja diçka. Mundohesha që në një tavolinë ku qëndroja të merrja diçka nga tavolina, pra mos isha thjesht një audiencë që dëgjon, po isha njëkohësisht edhe interaktiv për të mësuar më tepër, bëja pyetje. Vazhdoj sot të kësaj dite bëj pyetje, sepse mendoj që nuk jemi gjithë të ditur dhe kemi mundësi të mësojmë në çdo lloj vendi nga çdo person I mundshëm. Kështu që kjo është mënyra se si fillova të kuptoja që në fakt është një profesion që të jep atë lirinë që unë dua. Unë jam një shpirt I lirë dhe nuk rri dot në zyrë 8-4. Dua të menaxhoj ditën time siç dua unë ta menaxhoj, pra dua të rri edhe gjithë ditën kafeve, po ndërkohë dua që në 10 të natës deri në 2 të mëngjesit, nëse kam pasion për të bërë, do ulem dhe do ta bëj. Dhe ky lloj profesioni është pikërisht ajo që të jep të lirshmërinë që unë edhe të udhtoj dhe të jem dhe në avion për shembull, dhe më ndodh shumë shpesh siç më ndodhi dhe para 2 javësh që më duhet të isha gjatë gjithë kohës online në avion me internet, pa diskutim kur shkon në Amerikë ke internet në avion, dhe të punoja sepse nuk ke zgjidhje, pra nuk është se avioni duhet ta ndaloj këtë gjë. Por ama unë udhtimin tim e bëra, kështu që këto 2 muajt e fundit kam dëgjuar Erditin 16 herë të thotë se do jem në Amerikë dhe për një porosi të përbashkët I them përpara disa ditësh, dëgjoj, po a do jesh ti këtu të ma kryesh këtë porosi apo do udhëtosh si zakonisht Tiranë Durrës për në Amerikë? Më shumë të zgjat udhëtimi për në Shtetet e Bashkuara aty se sa vetë qëndrimi aty. Ti besoj e di që nesër në mëngjes nisëm sërish për në Amerikë. Dhe ndërkohë kam ardhur pardje. Shiko, unë realisht kam shumë qejf të udhtoj. Duket si kohë për reflektim ajo, s'ke çfarë bën në tokë, bën në ajër, gjithë përndarin tënde. Është si getaway, domethënë ti ikën edhe ke parasysh ndonjëherë bën gjëra shumë të lodhshme dhe se sa të futesh në një lloj moodi jo shumë të bukur, thua okay, më mirë po iki një fundjavë, po ashtu prap në rezidencën time, sepse në New York atje kam edhe një pjesë të jetës, ose shkoj në Londër, normalisht njerëzit e dinë dhe pyesin gjithmonë pse shkon në Londër, po thjesht pse shkon në Londër? Takon çunat, shoqet gocat. Se ajo pyetja që thotë që jo, se njerëzit pyesin sa e ke rrogën, po sa e ke rrogën ti? Shiko, jo, shkoj në Londër sepse realisht e shijoj, më pëlqen shumë qetësia, ndihem shumë mirë atje, kam njerëz pa diskutim, po kam dhe këto dealsat që kam me hotelet, me brendet të ndryshme që I kam gati kur të dua. Pra nuk është se është një udhtim me shpenzime shumë të larta dhe prandaj kjo është dhe gjëja që duhet të mësoja shumë nga të rinjve që mund të udhtosh, mund të punosh, mund të mos paguash, mund të shfrytëzosh imazhin tënd dhe këtë gjë bëj vazhdimisht, prandaj edhe udhtoj kaq shumë, sepse më duhet të mirëmbaj të gjitha kontratat aktive që kam me hotele, me restorante, me brende të ndryshme. Muzika jote është një brand I krijuar prej teje. Si e shet tjetër? Pra, kur themi si e shet, unë di faremisht të kupton si e përcjell tjetër, si I rrit ti numrat. Minimumi që muzika jote të shkojë te dëgjuesi, pastaj të zgjodha apo nuk të zgjodha, kjo është një çështje shihesh, si për çdo gjë, si për furrën e bukës, dyqanin e veshjeve dhe me radhë. Por mbi të gjitha që unë ta di që ti ekziston. Shiko, unë kam qenë gjithmonë shumë I hapur me publikun, edhe realisht jam shumë pa filtra nganjëherë, nuk është mirë dhe për shumë emisione të ndryshme ku shkoj që t'jem kaq pa filtra, po mos të këpusin këto dhe përfundon në live. Por këtu në top kam qenë gjithmonë shumë I lirshëm për të folur dhe do vazhdoj ta bëj. Unë mundohem të mbaj gjitha kontaktet vet, me thënë të drejtën, pa çka që kam një skuadër që punoj, po pjesën më të madhe të menaxhimit të gjës e bëj vet. Dhe gjëja e parë që unë kur bëj një këngë është e para, fillojnë paktën vitet e fundit strategjia e TikTokut për ta bërë hit në TikTok, normalisht sepse nëse bëhet një hit në TikTok, automatikisht gjeneron klikime, gjeneron gjëra. Fushatat e marketingut pa diskutim digital, bëjmë booste, bëjmë gjëra për të rritur shifrat që të shkojë në profilin tënd edhe nëse s'më ke follow apo të dalin në story etj. Nga ana tjetër mundohem shumë që të kem kontakte drejt për drejta me radiot, në rastin konkret, për shembull, nëse un kam një këngë për të lancuar, lajmëroj gjithmonë radiot, qoftë Top Albania apo hey guys, ky është projekti im I ri, do më ndihmoni shumë për një suport edhe normalisht njerëzit pastaj votojnë edhe fusin në Top Awards etj. Mundohem të bëj promo në për emisione, pa çka që së fundi kam qenë pak off sepse unë mendoj që duhet të dal në ekran kur kam diçka për të thënë. Qoftë ekran, qoftë radio. Dhe nuk do doja të isha një personazh që e shihni çdo 2 javë në një emision caktuar sepse pastaj humbet dhe interesi. Dhe unë gjithmonë këto kam bërë që nga 2021 që kam bërë Bigun, 22-shin. Domethënë ishte një periudhë që unë isha në ekran për 2 vite rresht, pra bëra Bigun, bëra dancing, pastaj pas dancing bëra fan clubin si opinionist edhe mendova që kishte ardhur momenti për të bërë një pauzë të gjatë që njerëzit deri diku ti merrte malli. Edhe mendoj që njerëzit kualitativ për cilët më kanë mbështetur për atë që unë jam, sepse unë nuk kam dashur kur të marr nga mbrapa masa të mëdha, se sa kam dashur të marr
masa të cilët mund të ndryshojnë pra cilësinë. Kualitet jo kuantitet. Kështu që ato besoj që i ka marrë malli dhe shpesh herë më shkruajnë edhe mendoj që në shtator mund të rikthehem sërish në ekran. Dhe këto pjesëmarrjet e mia, daljet e mia në ekran, qoftë projekte televizive, unë i shfrytëzoj njëkohësisht edhe për këngët e mia, shfrytëzoj momente kyçe, momente virale që mund të jetë një X video për të nxjerrë një këngë javës tjetër, të cilët të ndërlidhen me njëra tjetrën për të gjeneruar. Se shiko, ti mund të kesh këngën më të bukur të mundshme. Problemi është nëse kënga jote nuk shkon tek veshi i dëgjuesit, është e pamundur që atëherë merret dhe mbahet në shtëpi, tregoja të gjithë robëve tu. Prandaj mundohem shumë që të bëj pamundur ende të gjej momente kyçe marketingu për të promovuar një këngë. Unë dua që ne të ndalemi tek një këngë jotja, që unë kam shumë qejf, që dhe si e vetmja me sa duket. Ndjej keqardhje personale si qytetare, si gazetare, si njëri që e dua muzikën, që në skenën për të cilën u dedikua, në skenën e festivalit Kënga Magjike, pati jetën e shkurtër, se kënga aty është, dëgjohet dhe krejt në rregull, po më erdhi keq që kjo këngë për shkak të rregjës tënde nuk e mori ato që duhet të merrte. Po flas nga pikpamja fotografike, skenografike në pallatin e kongreseve. Merr shpesh kështu vendimesh për të larguar nga një. Jo, janë vendime shumë të vështira dhe ky mendoj që ka qenë ndër vendimet më të vështira që kam marrë ndonjëherë në karrierë, për shkak edhe të bashkëpunëtorëve, në rastin konkret të producentëve të Këngës Magjike. Pa diskutim, ka qenë një marrëdhënie shumë e gjatë. Dyert që më janë hapur që në fillimet e mia, më kanë dhënë pafundësisht shumë dhe i kam dhënë normalisht shumë me këngët e mia ndër vite, sepse kam patur 7-8 pjesëmarrje. Kështu që ka qenë një vendim i vështirë, por mendoj që ka qenë një vendim i vështirë për diçka më të mirë në fund të gjës. Dhe mendoj sot prapë që them që kam bërë zgjedhjen e duhur pa çka që më mungon performanca live e asaj këngë, por ajo që unë mora nga kjo pjesëmarrje dhe nga kjo këngë është fakti që njerëzit kanë akoma etje për muzikë të mirë dhe për muzikë me shije që unë kam dëshirë të vazhdoj të bëj në Shqipëri. Kjo nuk diskutohet, njerëzit marrin atë që ju jepni, nëse ju jepni gjëra të mira, njerëzit marrin atë, nëse ju jepni gjëra më pak të mira. Kisha filluar të kisha ata dyshimet e mia, kështu që më vjen mirë që kënga u prit në atë lloj forme, pa diskutim. Mendoj që një ndër pikat kyçe të këtij projekti ka qenë dhe teksti i Rozanës, të cilën mezi po prisja të dilte nga Bigu se kam ca projekte akoma që më duhet të më shkruaj. Dhe realisht ka qenë një tekst që ka bërë përshtypje. Edhe pa çka se tekstet e Rozanës gjithmonë bëjnë përshtypje, po ishte bashkëpunimi im i parë dhe funksionoi shumë mirë. Funksionoi jashtëzakonisht mirë dhe mendoj që kënga e mori rrugën e vet. Arditun kam qenë shumë shpesh herë pjesë e festivaleve si skenariste, si zëvendëse për shtyp të këngës në radio, Këngës Magjike, miseve të tjera. Si ka mundësi që nuk i thoni asnjëherë arsyet pse ikni? Arsyet e vërteta. Shiko, jetojmë në një vend shumë të vogël, pa çka unë ta thash më përpara, që unë jam shumë pa filtra dhe mundohem që të jem në 90% timin pa filtra, po janë ca gjëra të cilët për të lënë një çerek dere të hapur, mundohesh të jesh i kujdesshëm. Të tregosh etike. I kujdesshëm edhe për disa arsye, sepse disa gjëra janë perceptime. Okej, mua intuita nuk para më ka gabuar, por unë marr dhe vendime në bazë të perceptimeve të mia, që do të thotë, nëse unë dal dhe them kush është realisht arsyeja pse unë u tërhoqa, qëndrojmë akoma në bazat e një perceptimi. Dhe do ketë nga ato në publik që do thonë po se, edhe do ketë gjithmonë një lloj diskutimi që unë do të detyrohem të jap përgjigje, kështu që për të mbyllur këto përgjigje, është më e saktë të thuash që u tërhoqa, sepse pa shtë arsyeshme të tërhiqem, për të mirën time artistike. Dhe deri këtu jemi okay. Nëse do ndalesh pastaj tek arsyet, unë deri diku i kam thënë, thjesht nuk kemi gjetur një rrugë të përbashkët me produksionin për të vazhduar rrugtimin tim, qoftë në termat e performancës, qoftë në termat e vendosjes së line-upit në performancën e natës finale e shumë të tjera që pastaj nuk kemi patur asnjë lloj debati të jashtëzakonshëm, ka qenë shumë me konsensus. Unë kam dërguar një email zyrtar, jam tërhequr dhe i kam uruar suksese dhe kam thënë që shihemi në edicione të tjera, kështu që praktikisht jam tërhequr vetëm për këtë arsye, nuk është se ka diçka më të madhe se kaq. Të du, do me thënë nuk të du për këtë që ke bërë. Po mirë, të ta bëj një pyetje para se ta prezantosh ti të du. Ti me qenë se ke qenë në një juri, nëse do ishe në juri, ku do ta vendosje këtë këngën? Do duhet të dëgjoja. Ti e di shumë që unë kam shumë të rëndësishme raportin midis një këngë. E zëm që e këndova shumë mirë.
besoj që do kishe qenë në 5 shëntime. Okej, pra, më intereson. Besoj që do kishe qenë në 5 shëntime, sepse është një këngë që do tregon ty ndryshe. Yes. Dhe mua në përgjithësi guximtarët më kanë pëlqyer gjithmonë. Okay. Dhe edhe ti e di që unë po thash do ishe në 5, do ishe. Okay. Po them që s'do ishe, se e kam bërë, nuk është se nuk e kam bërë. Nice, më pëlqen. Të du. Kemi dëgjuar Të du nga Ardit Çuni dhe tani që po kujtohem, ti Ardit nuk është se shkruan muzikë vetëm për veten tënde, ti shkruan muzikë, bën muzikë edhe për interpretues të tjerë të këngës. Mua më zgjuar gjithmonë shumë e vështirë. Mua më zgjuar e vështirë të bëj autorin për një moderator, po themi, sepse më duket sikur fjalët e shkruara prej meje, të vendosura në gojën e dikujt tjetër, nuk do dalin bukur, nuk do na mbullakosën ashtu si duhet. Imagjino tani kur unë bëhem xheloze, nëse mund ta quajmë, ose posesive për fjalën, tash shto dhe faktin që kjo është një vijë melodike që fshëllet, që bëhet pjesë e kujtimeve të njerëzve dhe te e kalon tani një këngë. Janë kujtime aty që i mbledhin njerëzit me njëri tjetrin. Shiko, në fakt me kompozitorin që punoj me Marcelin, që është një ndër miqtë e mi më të pashkulltorët e mi më të ngushtë ndër vite, që ka bërë disa nga hitet e mia, kemi punuar bashk. Më thot shumë shpesh që do vish në studio se na duhet të bëjmë ca këngë për, po themi, një festival të caktuar që të punojmë me ca artist. Dhe unë i them jo, nuk funksionon kështu. Domethënë, officially unë kam qenë një ndër kompozitorët e këngës së 100 vjetorit të Shqipërisë, me shumë artistë, me Frejta Laze, Elisa Hoxha, Flaka Krelani, Gjencila etj. Pastaj një tjetër gjë, domethënë kam bërë disa herë, por officially, zyrtarisht, pjesëmarrja ime me një këngë të cilën unë e kam patur për vete dhe e kam dhuruar, dhe është një ndër këngët e mia më të shtrenjta që kam, ka qenë për Jasminën, një këngë të cilën ti e mban mend sepse edhe e ke vlerësuar. Nuk ndodh shpesh që unë të jap një demo, madje zihem në studio, bëra një baladë shumë të bukur para ca kohësh, të cilën duhet t'ja prezantonim Mira Konçit, dhe isha kështu, okay, për Mirën, po, domethënë do ta jepja me shumë qejf. Dhe është nostalgjia. Është një nostalgji, është një gjë. Por në qoftë se do më thoje, më lër këtë këngën se unë do ta shes, siç ndodhin më muhabet e studio, jam kështu, jo, kënga është e imja. Dhe ka këngë të cilat qëndrojnë aty që nga 2020-a, këngë të cilat ndoshta s'do t'i nxjerr kurrë, por janë krijime të mia, të cilat ndihen si të mijat dhe nuk ndihet sikur duhet ja jap dikujt tjetër. Kështu që kjo jo për faktin që unë jam më i miri, por sa për faktin që mendoj që ca gjëra siç i bëj unë nuk i bën dikush tjetër. Shiko, që i vogël më pëlqente kjo pjesa, domethënë më pëlqente pjesa e vëmendjes, më pëlqente pjesa e të qenurit kompetitiv. Paçka në atë kohë nuk është se kuptoje gjatë, por më pëlqente kjo pjesa dhe normalisht mbaj mend që kur kam qenë i vogël dhe një ndër momentet ku unë kam kuptuar, se unë kam bërë shumë gjëra, domethënë bëja atletik, bëja karate, bëja kërcim, hip hop, valle, gjitha me radhë. Dhe e shifja veten si performer, e kisha qef skenën, por nuk kisha kuptuar akoma që mund të isha këngëtar. Nuk kisha kuptuar akoma, këndoja ashtu në përlagje, por nuk kisha kuptuar që mund të isha këngëtar. Dhe kur arrita të kuptoja që kjo gjë që unë dua të bëj është fiks momenti në 2004-ën, kur Shqipëria merrte pjesë në Eurovision për herë të parë. Prandaj ishte shumë interesante edhe pjesëmarrja ime në festivalit të vit në 2024, sepse bëheshin fiks 20 vite që nga momenti që unë kisha kuptuar dhe ishte pikërisht Eurovisioni piknisja ime. Kur shoh Ruslanën me Wild Dancing dhe Wild Dances, dhe ndërkohë Anisa Shahini merrte pjesë për herë të parë dhe ishim mbledhur gjithë me fisin, kishim një televizor, ishte rritja e pra ishim gjithë kështu, çfarë tani, ballafaqimi. Çfarë është kjo gjëja që do shohim, ishte për herë të parë Eurovisioni dhe normalisht unë shoh Ruslanën dhe them, okay, në 2004 unë isha vetëm 9 vjeç dhe them që kjo duhet fitoj dhe filloj mësoj kërcimin e saj, duke qenë që në atë komersha dhe me kërcim, dhe filloj edhe të këndoj etj. Dhe thash, okay, me veten time në atë moment diçka sikur bëri klik. Dhe mendoj që ai ka qenë momenti kur un kam kuptuar që dua të këndoj. Dhe pastaj sigurisht vështirësitë ekonomike bërën pak më të vështirë nisjen time zyrtare, që nisa më vonë, por ai ishte momenti kur unë e kuptova që hey, un dua të jem në skenë. Nuk ka rëndësi për çfarë. Dhe e shoh që edhe sikur në një trajnim të para ca ditëve të prezantoj, të mbaj një ligjërat, edhe në një intervistë, po qoftë edhe në një spektakël kërcimi, po edhe në një reality si Big Brother apo edhe një festival, unë e shijoj atë që bëj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe unë ja them të gjithëve, nuk ka rëndësi çfarë bëni.
mund bëni punën më të vogël të mundshme, po mjafton ta shijoni. E di çfarë vlerësojnë, unë vlerësoj shumë punën tek një artist. Pra ty mund mos të pëlqej, se ne kemi shihet të ndryshme. Patjetër. Dikujt i pëlqen muzika jazz, dikujt i pëlqen muzika blues, dikujt i pëlqen muzika tallava, shihet nuk diskutohen. Ato janë të pa diskutueshme. Por ajo që nënvizohet dhe vjet re, pavarësisht shijes që mund të ketë gjithë secili prej nesh, është puna. Unë për shembull të kam vënë re ty, si një njeri punëtor që e di mirë çfarë do për veten, dhe ajo që ti do për veten nuk është thjesht të këndoj një këngë, por të jetë i veshur bukur, por që kënga të jetë të ketë koreografi ose performancë, të ketë detaje skenografike, të ketë butafori, dhe të gjitha këto bëjnë atë njeriu që ti e shikon që është njeriu i punës, nuk është njeriu që ka veshur xhinsat e pazarit dje dhe ka dalë në skenë sot. Çfarë është kjo rëndësia e paketës? Plotësojnë ato njëra tjetrën? Pra, nëse nuk është kërcimi pika jote e fortë, apo nëse nuk është kënga, apo nëse nuk është një pikë e fortë që unë këndoj tani dhe s'më duhet a jam veshur bukur apo jo, unë këndoj dhe nuk ka rëndësi nëse jam i bukur apo jo, apo janë komplementare të njëra tjetrës që në fund ato të rrishin vëmendjen si një gjë afër perfektes. Shiko, nëse do kishim patur vetëm zërin, mendoj që televizionet nuk do kishin ekzistuar. Në qoftë se do kishim patur vetëm zërin, mendoj që do qëndronim deri në kufirin e një radioje të dëgjimit të një këngë dhe kaq mjafton. Por për sa kohë jemi në një kohë kaq le të themi interpretative, performuese, në një kohë ku gjëja edhe shihet, gjëja edhe shijohet. Dhe nuk mund të jemi kaq hipokrit sa të themi nëse shohim një artist që këndon shumë bukur, por ndërkohë nuk është veshur fare mirë, nuk është presentable, nuk ka një farë interaktiviteti me audiencën, ta siguroj që nëse do i nxjerrje dikë tjetër po në krah, do thonë njerëzit, "O sa bukur që kanë veshur shumë bukur." Dhe këtë komente i kam dëgjuar, jo vetëm për vete, po edhe për shumë të tjerë. Pra, përveç se është një zgjedhje deri diku e imponuar për të qëndruar mirë në treg, është dhe një zgjedhje për të treguar se sa artisti je ti. Në fund të ditës, nëse ti nuk ndihesh sikur atë këngën, ore do të vishesh mirë, ore do ta prezantosh bukur, pra do të kujdesesh për kamerat. Unë e kuptoj, jo të gjithë kanë mundësinë dhe njohurinë që të kuptojnë se si funksionon bota një performancë. Unë kam parë plot artistë dhe madje shpeshherë qeshim me regjisorët, sepse më thonë që ti je ndër të paktët që vjen në dhomën e regjisë dhe fillon të ndryshon kamerat dhe ndryshon pozicionet, dritat, gjërat. Kjo ka ndodhur fal eksperiencës që un kam patur ndër vite. Se sa doja të pyes, a nuk krijon kjo bezdi për profesionistat? Krijon, po mua nuk më intereson. Nuk më intereson fare, pse? Sepse produkti në fund kur delesh në emrin tim, produkti në fund kur delesh me fytyrën time, dhe un fytyrën time nuk e vë përpara punës as kujt tjetër. Pra, mua më ka ndodhur, qoftë mbaj mend një situatë, un jam shumë në shumë raste jam shumë i kujdesshëm, por në shumë raste jam edhe pak i kujdesur në komunikimin e gjërave, sepse e kuptoj, në Shqipëri shumë gjëra nuk funksionojnë siç duhet. Madje mbajmë një skenë të finales në Dancing me Ledionin dhe me Sarën, që doja të vendosja ca lazera dhe doja të bëja një gjë tek performanca e fundit, ndërkohë që të tjerët ndoshta edhe thjesht merrnin atë që ju jepej, po unë duke patur pak më shumë njohuri televizive, shkoja dhe ja kërkoja. Dhe isha shumë në siklet që t'i kërkoja Ledionit një gjë shtesë, sepse normalisht e di shumë mirë se sa artist është dhe se çfarë bën. Kështu që shkoj dhe ishte hera e parë në fakt që unë ndihesha pak i sikletosur për të kërkuar diçka dhe i them Ledion, i thashë mund të të pyes një gjë, po isha kështu fiksi një fëmijë kopshti. Po më tha, i thashë, a kemi ndonjë mundësi të vendosim çik lazera në këtë pjesë? Patjetër, tha, nëse ngjajnë bukur i vendosim, dhe i vendosim ngjajnë shumë bukur. Më ka ndodhur dhe raste ku jam akuzuar si arrogant, jam akuzuar si prepotent. Po unë nuk e kuptoj pse duhet ta shohim në këtë lloj prizmi. Nëse ti si Kozeta je një producente dhe më ke ftuar mua për projektin tënd, pak rëndësi ka një koncert që ti do bësh, unë të them që Kozeta, shiko, a mundemi ta bëjmë që unë hyrjen ta bëj nga këtu, apo mundemi ta bëjmë që unë të kem një lloj performance të caktuar, ta fusim këtu, ta nxjerrim këtu etj. Ajo që ndodh është që e kupton, pra të shohin sikur ti po i jep mend, ndërkohë unë po kërkoj të bashkëpunoj, nuk po të jap mend. Po mirë, Ardit, po ka disa gjëra të cilat po themi, nëse unë do kisha një konkurs letrar, aktorësh, dhe që do të kisha ftuar për një moment frimarje të garës, sigurisht që performanca jote në këtë event me kryefjalë aktrimin nuk mund të ishte e përmasave më të mëdha se fokusi i këtij eventi. Po marrim
Mora një shembull. Po flasim për pjesëmarrje festivalesh. Okay. Kështu që nëse unë dal në një festival dhe unë të sjell ty 20.000 euro investim, të gjitha nga xhepi im, që nuk është e pakt, sepse tani mos bëjmë gjithë sikur kemi milionat, dhe nuk është pak për një artist i cili nuk bën pafundësisht koncerte dhe mundohet që çdo dalje ta ketë shumë të kujdesshme, pra të kem 20 balerinë të veshur njësoj, dhe të kem veten time të stiluar, të kem 3 net festivali dhe unë të vi me një paketë të plot dhe ti të më akuzosh mua si prepotent sepse të kërkova që të më rregullosh kufjen e cila në fakt nuk punonte. Ose ti më akuzon mua si prepotent sepse praktikisht bëj 5 prova dhe në 5 prova ti mua s'më ke vendosur back vokalet në kufje dhe unë nuk dëgjoj asgjë. Unë nuk e kuptoj se ku janë mësuar. Unë, shqyr zotit, kam punuar 2 vite edhe në Eurovision, kam punuar shumë me bashkëpunëtor jashtë, kam punuar në Suedi me fituesin e Eurovisionit që në 2014, kur ndoshta gjysmat nuk e njihnin, dhe shqyr zotit, kam patër mundësinë të punoj me më të mirët. Dhe kur unë kam punuar më të mirët, unë nuk do t'i ul standardet e mia sepse ti nuk do të punosh. Disa njerëz nuk e bëjnë punën me pasion, disa e bëjnë për atë rrogën, dhe është ajo që tham në fillim, që nëse ti nuk e do atë që bën, pa diskutim që do të duken sikur unë po të kërkoj çishra në hell, kur ndërkohë po të kërkoj kushtet minimale dhe optimale për një artist të trajtohet si i tillë. Dhe këto diskutime ndodhin vetëm në vende ku realisht puna nuk bëhet me pasion, sepse mua nuk më ka ndodhur kurrë për shembull që të punoj në një X emision me qenë se jemi në top dhe s'po dua të duket sikur po i bëj reklam, por nuk më ka ndodhur shpesh që të kërkoj çishra në hell, sepse të gjitha që kam kërkuar ose më janë vënë në dispozicion kanë qenë ato që realisht meriton një artist. Dhe kur ti ndihesh si i tillë nuk ke nevojë të bësh kërkesa. Ama kur ti shef që del në një festival dhe kamerat të lihen këtu, njësoj si për të gjithë apo nuk tentohet që të bëhet diçka pak më interesante, pra ti bën shumë pjesëmarrje dhe nuk mund pretendosh që si pjesëmarrja e parë si e 15-ta të jetë njësoj. Dhe unë normalisht kam standarde për veten time dhe mendoj që çdo artist, çdo vit pas çdo projekti ka standardet e reja. Kështu që standardet e mia nuk do t'i ul për asnjë pa çka komenteve që do thon. A doli performanca për shkakun në festival ajo që doja unë? Doli në 80-90% e saj. Në qoftë se s'do kisha bërë ato reagimet që kam bërë apo ato ndërhyrjet e mia, do kishte dalë? Jo, nuk do kishte dalë. Më mori malli për artistin e vogël që dëgjonte Wild Dance, që ishte më i urtë, jo se nuk më pëlqen njerëzit luftarak si tani. Thjesht ndonjëherë mendoj që në një vend të vogël nuk kam qenë asnjëherë njeri i kompromiseve, po në një vend të vogël ndonjëherë duhet të tregojmë pa kujdes dhe di me kë? Me teknikët që ne i konsiderojmë si njerëzit fundor në hierarki, sepse ata na kanë në dorë. Ata s'ta ngjisin shkallën se si duhet, edhe ti largo zot bie poshtë. Ata nuk të ndezin bodypekun me dashje, ata nuk të bëjnë këtë, ata nuk bëjnë atë. Ky është vendi ku vetëm për ta cituar një gjë të vogël, domethënë është shumë e rëndësishme që të kuptohemi edhe ne. Pra duke qenë që çdo gjë e bëjmë vet, presioni është shumë më i madh. Okej, në një moment sigurisht që nervat mund të jenë të pakontrolluara, apo mendo që ke nga mbrapa balerin, koreograf, stilist, make-up artist, menaxher, gjitha me radhë, ke një publik, ke njerëz, ke familjar që të duhet ti menaxhosh dhe ndërkohë që gjëja kryesore për ty është të dalësh të këndosh, po ndërkohë nga ana tjetër vetëm atë nuk po bën. Po bën gjithë gjërat e tjera dhe s'po bën atë. Pra, mendoj që duhet edhe pak të shikohet ana jonë se sa stresuese është për reagimet që bëjmë në momentet e caktuara. Dëgjoj Wild Dance, Ruslana. Sa bukur flisni ju artistët, sidomos kur jeni të artikuluar, të jashtëzakonshëm, bani biseda të gjalla, të bukura dhe mua vjen shumë mirë se nuk na qellon gjithmonë që të takojmë çdo ditë njerëz të artikuluar, përveç atyre që kanë profil pune këtë, po ti e ke zgjedhur dhe zgjidhur mirë. I bën të gjitha në një, je bër paketë dhe si më the po the ekonomistin e bëj vetë, pse mos ta bëj. Po, fatura vetë pres me të drejtë. Unë s'di. Unë ende s'di dhe pse kam shumë vite, po nuk di akoma. Pak momente më parë Ardit, më para se të kalonim te kënga, më the që çdo kush e kalon veten nga viti në vit, ka kërkesa të tjera, ka interesa të tjera. Megjithatë vjen një moment kur ky është një vend i vogël që të ofron maksimumin e vet, pra ku diun fiton një festival, fiton një çmim. Po kaq. Po pastaj si te kalohet vetja në të tilla raste? Se nuk është problemi as kujt, është problemi, ky është kostumi, nuk ndërkohë që jam extra large, nuk mund vesh dot një gjë extra small. Varet në qoftë se ti shikon limitin që është ajo çatia, ndërkohë për disa mund të jetë qielli limiti, kështu që varet çfarë këndvështrimi ti ke për tregun. Ne çfarë mungon ty sot në Shqipëri? Po unë nuk e kam arritur akoma primin tim. Domethënë unë mendoj që jam një personazh tashmë që njihem, pa diskutim, jam një personazh që ndalohem në rrugë etj, por nuk mendoj si këngëtar të kem arritur primin tim, pra të kem një karrierë të konsoliduar me shumë hite. Dhe
këtu pa diskutim mund të jenë dhe shumë faje të mia, se nuk kemi pse të themi ose këtu nuk duan vetëm muzikë shumë. Jo, në fakt mund të jetë dhe faji im, sepse mund të kem bërë gjëra gabim, mund të mos kem pasur mundësi ekonomike mjaftueshme për të bërë ato që kam dashur. Po ndoshta kjo është thjesht një justifikim që unë jap vetes për të justifikuar ku di unë. Ndoshta që s'kam punuar mjaftueshëm. Se unë prap pa çka që kam bërë gjithë gjëra, unë them që prap s'kam punuar mjaftueshëm. Jam shumë realist me gjërat e mia. Dhe mendoj që Shqipëria është bërë një treg goxha i madh, pra duke përfshirë këtu dhe Kosovën dhe diasporën, saqë fitoj një festival, po nuk mendoj që një festival është vula. Mund të mos fitosh kurrë një festival dhe kemi raste pafund. Kemi, po themi, Melvana Gjatën, një ndër raste që s'ka fituar kurrë asnjë festival, ndërkohë është këngëtarja me më peshë që kemi dhe me më shumë hite. Që nuk është e thënë, ka mënyra të ndryshme se si ti e sheh. Mund të jetë qoftë të kesh sa më shumë data në një sezon të caktuar, sepse të prodhon dhe shef që ti je personazhi më i kërkuar. Ndoshta mund të kesh më pak data, po ti vazhdon të jesh personazhi më i kërkuar në klubet dhe ke rritur çmimin tënd. Mund të jetë një tjetër achievement në karrierën tënde të fitosh gjitha festivalet e mundshme që ka Shqipëria. Mund të jetë shkosh në Eurovision dhe të dalësh mirë, mund të jetë të rikthehesh në Eurovision dhe të dalësh më mirë. Kështu që mendoj që nuk ka asnjëherë fund, përsa ti e mendon karrierën tënde në afat gjatë dhe jo hajde bëjmë 2 vite shumë suksesshme dhe pastaj Cili është qielli yt? Nuk mendoj që kam. Pa çka, unë nuk do thoja. Pra, metaforikisht, me që tham njëri shef çatinën, tjetri shef qiellin. Qielli im në aspektin muzikor, do thoja që në 5 vitet e ardhshme të kisha arritur që të jem një ndër artistët më të kërkuar për data koncertesh. Të kem realizuar ëndrrën e Eurovisionit, ta prek vetë si këngëtar dhe jo mos si project manager, dhe mendoj që kjo do ishte okay. Ndoshta njeriu s'ngopet kurrë, edhe tani them kështu, po më vonë nëse bëj Eurovisionin, po themi do thoja që se tani duhet kap tregun ndërkombëtar, po unë këtë ëndrrën e tregut ndërkombëtar nuk është se e kam menduar se e di sa e vështirë është dhe do ishte pak, ëndrat falas janë, po tashi Robi e ndërron pak edhe domethënë shtrin këmbët sa ka Jorgani, nuk është se ndërrojmë për Hollywoodin. Njëtë si ty dhe unë kam qenë 2 herë në Festivalin Evropian të këngës, duke menduar që do gjeja atë atje Festivalin Evropian të të Lara Fabian, të ABBA, të nuk e gjen më. Nuk dhe kur nuk më ngroh më Festivali Evropian si ekspert komunikimi, nuk e di pse mund ta ngroj një këngëtar Festivali Evropian i ditëve të sotme, kur ky nuk është ky Festivali Evropian që tham ne. Sanremo nuk është Sanremo patjetër. Shiko, e Batistit e të tjerëve me radhë. Në çështje shifrash dhe numrash, Eurovisioni vazhdon të jetë on top. Eurovisioni vazhdon të jetë platforma më e madhe në botë, domethënë edhe Super Bowli që mbahet është në Eurovisionin sa i përket shikueshmërisë në netat e tij finale. Pra, pothuajse 200 milion ndjekës. Pra, është vizibilitet, po thua. Është vizibiliteti më i madh që ti si artist mund të marrësh dhe përveç të tjerash, është eksperjenca aq e bukur për një artist të kuptoj se çfarë mungon në Shqipëri dhe dalim tek ajo që them unë. Që kur të thon do këndosh në orën 8:30 të mëngjesit, të mos thuar s'model zëri si shtuan Festivalin e këngës në RTS. E para, kryesorja dhe e dyta, kur të thuhet që do këndosh në orën 8:30, ti ke shkuar që në orën 8 je mikrofonuar 15 minuta përpara, ke bër 15 minuta provat backstage. Dhe kur del në stage ti ke të rregulluara me kufje, me mikrofona, me efekte dhe nuk del siç dalim ne këtu. Do ma ulësh çik reverbin në mes të këngës. Pra, ti kupton se kush është artisti. Ti kupton se çfarë do të thotë ecesh me vërtet në një tapet ku shkon njerëzit shmenden pas teje. Ti kupton kur ke 100 kamera që të fotografojnë njëkohësisht dhe ajo është realisht një moment që çdo artist që e ka përjetuar, do flas për 2 bashkëpunëtorët e mi, Anxhelën dhe Ronelën, kur kemi ardhur kanë provuar atë post Eurovision depression që quhet, i cilën i mungonte ekstremisht shumë e gjithë trajtimi dhe vëmendja që të jepej atje. Janë 2 javët më të bukura, pa çka që udhimi është 3-4 mujor, por janë 2 javët më të bukura që ti mund të kalosh në jetën tënde dhe unë sot e kësaj dite i mbaj mend me shumë nostalgji, qoftë si staf, po edhe po të shkoja si artist. Do ta vazhdosh investimin tënd në këtë drejtim? Po, patjetër. Kjo është një gjë që ti nuk e ndal dot. Pra ti nuk hyn tek ato njerëzit që unë shkova një herë, shkova 2 herë, nuk fitova, unë nuk kthehem aty. Ndërkohë që je kaq i ri në moshë. Se unë kuptoj Sander Gjokun që thotë nuk shkojmë në festival, se nëse vjen Sandri në festival, nuk ta liron dot rrugën ty. Pra nuk mund presim dali Sandri në pension që të shkojë Ardit Çuni. Atë e kuptoj unë. Unë moshën tuaj, brezin tuaj nuk e kuptoj kur thotë me që unë sfitoj, unë nuk kthehem. Shiko, atëherë që ta konkretizojmë. Unë shkova këtë vit në festival dhe
qartësisht mora më vonë pata ato pak kënaqësitë e mia, mora tabulatet e votimit dhe pash që kisha qenë i treti në votimin internacional. Duke parë që paçka të gjithë backstage-it që unë nuk mund ta them akoma sepse jemi një proces pothuajse gjyqësor, të cilin do ta bëj publik pak më vonë, po kjo është një tjetër ekskluzivitet që do ta japim. Sigurisht u kënaqesha shumë, ishte një gjë që e bëra me shumë qejf, arrita të jap atë që unë kisha vizualizuar, por nuk po them nuk fitova dhe nuk do shkoj më. Po them që nuk mora atë që të paktën meritoja, që ishte top 3-sja e festivalit. Në momentin që unë nuk e marr atë, kuptoj që pse duhet të shkoj. Pra nëse do dilja i treti, patjetër që do luftoja për dali i dyti edhe i pari, dhe gara këtë e ka. Por në momentin që unë shoh që kështu ka qenë votimi i publikut me SMS dhe i votave në international, në web dhe diaspor, dhe ndërkohë shoh që një uri e cila supozohej të ishte deri diku pro gjëres moderne, më voton ashtu siç më voton, është pak për mua, është pak e pafalshme, jo për mua si artist, po për çdo artist, qoftë për Elvanën, qoftë për dikë tjetër. Pra, nëse ti pretendon që një festival, ti po shohësh San Remon, po mirë, po Iria, gjithashtu mbështet një gjë moderne. Mua shkodra elektronike moderne më duket. Atëherë, a të ndalemi këtu? Pra, nëse ti, mendësia jote si kozet, pra ti më thuash, unë jam personazhi i cili vlerësoj gjërat ndryshe dhe të bukura dhe ritmike dhe moderne, jam shumë dakord, shkodra elektronike kishte një super këngë dhe i uroj shumë suksese me qira fjala. Por si mundesh ti të vlerësosh një gjë moderne dhe ndërkohë një tjetër moderne që isha unë e nxjerr në vendin e 10 me juri në vendin e 7 në vendin e 8, domethënë pra nuk ka një lloj më kupton, nuk ka është double standards. Pra ti nuk mund të vlerësosh një balad. Po edhe festivali evropian i yti që ti e ke kaq shumë për zemër, në vite ka treguar ndryshime, ka fituar një grup dethi, ajo kënga hard rock Aleluja, ka fituar ai portugezi vetëm me një kitar me një gjë totalisht akustike, ka fituar Ruslana me Tupana, e të tjera e të tjera. Patjetër, por në një festival kur është vlerësuar Ruslana për një këngë ritmike, është vlerësuar edhe një këngëtare tjetër me këngë ritmike. Më kupton? Pra ka një farë logjike në vlerësimin tonë si juri. Kur unë nxjerr fytyrën, unë si artist pëlqej këngët moderne. Nëse unë do isha në juri, për shembull, do kisha vlerësuar Shkodrën elektronike, Elvana Gjatën, Arditin, X-in, Y-in, Alisin Çencika Xhetin, whatever. Por nuk mundem që në një festival ku unë vlerësoj, po themi, Shkodrën, Elvanën, Arditin ta lë në fund, sepse ka një gjë përtej kësaj. Dhe kjo është arsyeja pse unë e rimendoj në qoftë se do marr pjesë në festival. Jo për arsye se nuk fitova, sepse unë kisha shkuar për të konkuruar për të fituar patjetër, çdo njeri e bën këtë gjë. Por nuk ishte ky kushti. Ama never say never. Kështu që patjetër që kjo është një ëndër që unë do ta plotësoj, mos sot nesër pa diskutim dhe unë do ta kem riktimin tim. Madje unë isha edhe i ftuar në një nga partit e Eurovisionit në New York për të performuar dhe po ashtu pata ca ftesa për turet, kështu që impakti internacional ka qenë shumë i rëndësishëm për mua dhe kjo është një piknisje shumë e mirë. Pas ke parë më shumë ftesa ti sa fituesi. Tani këtë s'di ta them, por di të them që kam patur mbështetje dhe e kam vlerësuar pafund edhe mundësinë që më ka dhënë pa diskutim festivali, se mos minjos në këtë pjesë. Cila është një këngë goditëse për ty në festival evropian? Jo tonat, domethënë këngë që të ka pëlqyer, performanca që të kanë pëlqyer në Eurovision. Që nga viti që ti ndjek, pra. Në qoftë se shiko, nga viti që unë ndjek ka patur pafund. Pa diskutim Lorin është mbretëresha e gjithë Eurovisionit, këtë nuk e diskutoj dot. Domethënë Lorin ka patur Euphoria? Euphoria dhe Statements është e vetmja femër që ka fituar dyerën në histori dhe mendoj që do kishte fituar ajo ka patur 4 pjesëmarrje në Melodi Festivalen, që është festivali suedez, dhe nga ato 4 pjesëmarrje 2 herë nuk është kualifikuar në finalen e festivalit të vet. Dhe 2 herë ka fituar festivalin dhe festivalin europian. Por në qoftë se do kishte fituar në Suedi, ta siguroj që ajo do kishte fituar 3 Eurovisione apo 4, sepse kanë qenë të gjitha këngët mira. Lorin pa diskutim mbahet, un kam bashkëpunuar me producentin e Euphorias, më ka bërë 2 këngë në Suedi në 2015-ën dhe gjithashtu mendoj një ndër gjërat që ka lënë gjurmë është Eleni Furera, që duhet të kishte fituar në atë vit, por duke qenë që ishte përballë Izraelit në kohën e Izraelit më të mirë, nuk e fitoi dhe për shkak se përfaqësonte edhe Çiprën në një vend i vogël. Por Eleni Furera ka lënë gjurmë si këngëtarja me performancën më të bukur dhe më të përmbledhur pa çka se nuk ishte vokalistja më e mirë. Dhe këtu dua të dal të njëjtën gjë që them edhe për festivalin. Jo gjithmonë vokali më i mirë është personazhi që duhet shkojë të këndojë në Eurovision. Është një paketë plot, kush është bukur për syrin. Ky është një nga festivalet e mi europian dhe ishte qef i madh sepse ti takoi atje 3 shqiptarë, se ka qenë Ermal Meta, Get Bushpepa për ne edhe Eleni Furera për Çipron. Tani nuk ti bëj dot të gjitha këto. Cilën nga këto do transmetojmë për qefin tën tani?
Eleni Furera. Jemi në limitet e kohës radiofonike me Arditin. Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, po dëgjojmë programin Back to the Beginning, një kthim pas në kohë, po edhe rikthim në ditët e sotme, po edhe në dëshirat e së ardhmes me Ardit Shunin, një figurë komplekse që hidhet me hapa të sigurt tek muzika, pastaj te fushat e tjera të veta të komunikimit, marketingut dhe kështu me radhë, për të përcjell në fakt një figurë të konsoliduar që për hir të së vërtetës, ndoshta në fillim mund të lindi për të gjithë ne nga dëshira për të qenë të pavarur ekonomikisht, se jemi më të sigurt ekonomikisht, nuk e kemi mundësinë që bëjmë një punë dhe me atë jetojmë, po jemi të detyruar ta shpërndajmë gamën dhe vëmendjen kudo, se i tillë është vendi, është kapitalizmi, është i egër, nuk është më si dikur. Dhe me dëshirat dhe kapacitetet, ndërtimin, investimin në kohë për të bërë gjërat që do. Unë këtu dua të ndalem pak, Ardit. Kur bën gjërat që do, a je në punë? Se e përmendë pak momente më parë. Prandaj them, unë nuk e ndjej si punë. Domethënë, unë ndjej si punë gjëra që bëj me jo shumë dëshirë dhe jo shumë pasion. Gjërat që unë i bëj me pasion mund të rritë 24 orë duke punuar dhe prapë nuk e quaj punë, e quaj një gjë që e bëj për qef. Qoftë për shembull performanca që bëra në festival, që punoja për 2 muaj dhe në kohët e fundit flija në palestër gjysmën e kohës sepse nuk ishte kurrë mjaftueshëm. Pra duhet të perfeksionohesh në të gjitha drejtimet, qoftë edhe kur bëj një punë, po themi menaxhimi i brendi apo kur krijoj një brand. Më ka ndodhur shpesh të krijoj një brand nga fillimi, që i kam dhënë dhe emrin të një nga këto për shkak mund të jetë një biznes shumë i suksesshëm për momentin. Të punoj për ngjyrat, për logot, për fontet, për gjitha gjërat me skuadrën, patjetër. Po e bëj me shumë qejf. Domethënë e bëj dhe mund të rrit deri kur ta përfundoj sepse ashtu është qefi im. E njëjta gjë me një këngë, njëjta gjë. Pra, mendoj që suksesi është e para të kesh burime të ndryshme, se siguria ekonomike është shumë e rëndësishme që ti të kesh atë qetësinë e mendjes tënde që mos të lëkundesh, se në momentin kur ti lëkundesh nuk është se ke nerva më të bësh këngë, kur di sa lek do kesh në fund muajit, dhe prandaj është e rëndësishme që të bësh shumë gjëra dhe ti bësh me shumë qejf. Dhe të zgjedhësh ato gjëra që me vërtet ty të bëjnë të ndihesh mirë, dhe të bëjnë të ndihesh vetja dhe në ambientin tënd të ngrohtë, le të themi. Dhe fundi përpara se të ndahemi, do të pyes pak edhe për këngën e fundit që do kemi. Do ndahemi ne. Okej. Si ka qenë ardhja e një teriu nga një qytet i vogël si Lezhë në një metropol si Tirana? Ose siç e thonë në Portokalli, Petropol. E vështirë, shumë e vështirë. Po nuk mendoj që jam i vetmi. Jo. Zakonisht. Edhe unë, a dur si kam ardhur? Zakonisht, po ti ke ardhur nga një vend pak po. Ku tironci të distin të shkonin për plazh gjatë verës. Shiko, unë jam rritur në një qytet shumë të bukur, me një kulturë dinamike ku ka prodhuar goxha njerëz edhe emra dhe figura. Kështu që vija, le të themi, me një legacy, me një trashëgimni nga në shpallat e mia. Nuk është se vija në një qytet që ishte pak më vështirë, ama vështirësitë ekonomike kanë qenë aty gjithmonë. Sigurisht s'dija çfarë të bëja, ku të shkoja. Dhe në momentin ta thash kur ti nuk ke para, nuk është se ke shumë aksese, pra duhet të dish ku të rrokasesh, dyert të përplasura, dyert të mbyllura, sa më shumë dyert mbyllesh, aq më shumë unë i shkelmoja dhe i hapja. Shpesh herë jo në mënyrë në duhur, shpesh herë, po nuk ka rëndësi. Mendoj që sot arsyeja pse jam ky që jam, janë pikërisht prej këtyre dështimeve, golave, bryllave, përplasjes së dyerve, hapjeve me forcë, që tani nuk kam më nevojë të jap me forcë, po i hap me shumë gjendiles. Pra, janë të gjitha mësime në jetë. Dhe është shumë interesante se si gjërat vijnë aty ku vijnë, sepse arsyeja pse unë erdha në Tiranë ishte për X Factorin, dhe pastaj po këtë vit 14 vite më vonë karrierë isha një ndër anëtarët të jurisë, kështu që është shumë e bukur. Është shumë e bukur kur ti fillon të kuptosh që është për një sekondë se pas kam bërë ca gjëra, pa çka unë thash shpesh nuk është se jam i lumtur gjithmonë me gjërat që bëj, sepse jam shumë perfeksionist dhe punoj, por ka qenë e vështirë, por ka qenë e bukur. Mendoj që vështirësitë janë ato që na japin formë, edhe mendoj që forma më e bukur vjen pikërisht prej këtyre vështirësive. Dhe kur të pyeta në fillim përpara se të futeshim në transmetim për një këngë që të ka bërë më shumë impakt, që e kemi për zemër. Ndonjëherë është vështirë, të gjithë thonë, jo, po i kemi si gishtrinë të dorës, po të këpusesh njëri nuk është edhe më pak se tjetri, ma nënvizove një këngën qaj. Po, kënga qaj ka qenë ka ardhur moment vështirë, ka ardhur një moment që unë kisha menduar ta lija muzikën sepse nuk po funksiononte në 2018-ën. Një pjesëmarrje sërish në Kënga Magjike, një ndër këngët pretendente në fakt për ta fituar, që s'do më kishte shkuar kurrë në mend që do isha unë një ndër ato. Një këngë që pat një impakt të jashtëzakonshëm, që unë vazhdoj sot e këndoj në çdo vend ku këndoj, dhe njerëzit e këndojnë një zëri, dhe pse kanë kaluar 7 vite.
por është një këngë që le të themi vuri vulën time artistike. Pra, okay, një sekond atëherë se ky është ai çuni që këndon atë këngën bashkë me atë gocën. U ndërthur shumë bukur me një nga gocat që nxorri The Voice Kidsin atë kohë me Danielën, cilën i ka dhënë shumë veçanti asaj këngë. Edhe patjetër që la gjurmë për sa kohë unë sot e këndoj dhe ajo është kënga që unë hap zakonisht koncertet. Pra, njerëzit zakonisht thonë unë si këndoj baladat në klub, unë i këndoj gjithmonë sepse është një këngë që njerëzit vdesin ta dëgjojnë dhe ta këndoj. Por më tepër pastaj çdo gjë vjen kështu pra, me crescendo, kemi thënë. Ne nisim ashtu but me çakmak të hapur dhe pastaj përfundojmë me e dini ju si funksionon në këngët ritmike. Ardit, unë të falenderoj shumë suksese, të uroj ëndrat t'i bësh realitet. Në fundit një person me ëndra të realizuar në fund është të paktën një njeri më i mirë, sepse është i plotësuar në ëndrat e veta. Është më i mirë se dje. Një njeri me ëndra të realizuar sot është më i mirë se dje. Këtë mundohem gjithmonë që në fund të ditës kur reflektoj me veten para se të flej gjumë apo kur bëj ato lutjet e mia që si besimtar që jam, them gjithmonë që më bëj të jem më i mirë se ç'isha dje. Kështu që ky është motivi. Çaj për dëgjuesit, ndërsa ti qesh. Unë do qesh. Gjithmonë qesh. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Natën e mirë, do të dëgjojmë sërish sot një javë.